أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تهويلا صدق الله العلي العظيم. I mbështetem Allahut të mëruaj nga shejtani I mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që të kanë shqetësuar në tokë, sa që gati të përzën prej aty, por atëherë as ata nuk do të qëndronin aty shumë pas teje. Ky e verset flet për profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, kur është përzën nga Mekja në Medine, kur kanë marrë hijretin, pasi që profeti e dim ka lindur në Mekë, mirëpo ka marrë hijretin, shpërnguljen në Medine për arsye se popullata nuk e kanë pranu fjalën e Zotit dhe I kanë dëbu. Sipas traditës që ka qenë me tërë ata të cilët I kemi dërguar përpara teje, dhe as ti nuk do të shmangesh traditës. Kryej namazet kur dielli niset nga gjysma e qiellit, e deri në terrin e natës, edhe lutjen e agimit. Ne të vërtet Kurani në sabah e dëshmojnë shumica e dëgjojnë. Pra këto 3 versete lidhen me versetet paraprake 73, 74, 75, ku bëhet fjalë kur për Medinasit, për profetin Muhammed dhe njerëzit e Medines kur erdhën në Mekë pas 10 viteve që kishin embargo për ta çliruar Mekën dhe e zbrazën Çaben prej idhujve që kishte, mirë po një prej idhujve që ishte Lati, prandaj e detyroi I Zotit që të largohet, që të largojnë pra edhe atë idhullin e vetëm Latin, për të cilën dëshironin të rrinte përballë Çabes që ishte në malin, në kodrinën Merva, ku sot I bëjnë haxhillarët Safa Merva. Prandaj atëherë këtu kur thonë dhe atëherë me siguri do të kishim bërë të shijosh mundim të dyfisht dhe jetë pas vdekjes, kjo I drejtohet të profetit Muhammed, pra sallallahu alaihi wasallam, jo që ai ka gabuar, por ka dash të bëjë një tolerancë me jo besimtarët, por ajeti e përkujton se po të kishte ndodhur që profeti ti dëgjonte fjalët e idhujtarëve, normal që kjo është pra hipotetike, nuk është që ka dasht profeti me I toleru, mirë po normal natyra njerëzore, sidomos e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ai ka qenë shumë I mëshirshëm ndaj njerëzve dhe disi në këto versete tregohet se këtu prej mëshirës që kishte dëshironte dikush si hajt vetë sa për adet t'i lajmë qatë Latin e tyre, Zotin e tyre në majën e Mervës, mas I qabën e zbrazën për idhujve. Prandaj
Këtu profeti jo që ka gabu, sepse është i njoftur me ismet, por Zoti në mënyrë hipotetike i thot, po të kishte ndodhur kështu që ti t'ja kishe lënë, këtë kishe bo mëshirë për atë një Zotin e tyre t'a kishe lënë, atër normal se dënimi do të ishte përsi për të gjithë.